Përmirësimi i motit ka mundësuar që 13 projektet që Komuna e Gostivarit i fitoi nga qeveria në thirrjen e parë të fillojnë të realizohen. Kryetari Valbon Limani sot doli në terren për të inspektuar punimet në disa prej tyre, duke u ndaluar tek rruga 13, tek e cila përveç asfaltimit do të ndërtohet edhe gypi i ujësjellësit. Projekte tjera paralajmëroi të fillojnë brenda ditëve e ndërta edhe 2 më kapitalet, siç është rruga nga Malardi deri tek gjykata, si dhe rruga Beliçica. Sot dolëm të shohim dhe të inspektojmë punimet e një prej projekteve, prej 13 projekteve të se të fituam nëpërmjet grantit të qeverisë, bëhet fjalë për rrugën 13, ku përveç asfaltimit i cili ishte i paraparë me projektet e qeverisë, do të bëjmë edhe ndrimin e gypit të ujësjellësit, investim ky nga ana e Komunës së Gostivarit, gjithashtu punohet edhe në 2 lokacione tjera për momentin në rrugën e vjetër të Balindollit dhe rrugën Nikola Tesla. Ditëve në vijim do të fillohet edhe në 3 lokacione tjera të punohet. Së shpejti për 2-3 javë do të fillojnë edhe 2 prej projekteve më të mëdha, njëri prej të Malardi deri tek ura e gjykatës, edhe me shumë gjasa edhe projekti me Bankën Botërore, bëhet fjalë për rrugën Beliçica. Për një periudhë të shpejtë, thot Limani, 13 projekte do të jenë të realizuara duke përmirësuar kështu cilësinë e rrugëve të qytetit dhe duke mundësuar kushte më të mira për qytetarët. E në ndërkohë, për thirrjen e dytë janë përgatitur edhe 40 projekte të tjera, ndërsa pritshmëritë e Limanit janë që shumica e tyre të fitojnë financim nga qeveria. Thotë se janë kujdesur që të përfshin projekte nga të gjitha sferat, ndërsa veçon një pishin shkollore, asfaltim rrugësh, kanalizime, terrene sportive, kënde të reja lojrash për fëmijë e tjerë.